Abonen dhe mis të dashur të Artmoshëm i mbrëma dhe mirë se po takohemi nga Theronda, nga palestra 13 qershori ku do të jemi me një ndeshje shumë interesante nga Superliga Basketbollit Kosovës, apo për kredit Superliga. Do të jemi së bashku me transmitimin e ndeshjes mes Sigal Prishtinës dhe Golden Eagle Lillit, edhe pse skuadra Sigal Prishtinës numërohet që sot luan në ndeshje si vendase, por duke marrë parasysh edhe palestra që janë të zëna në këto ditë, Prishtina është dashur ta zhvillojë këtë ndeshje në 13 qershori që llogaritet si vendase, ndërsa ndeshja tjetër do të rikuperohet për Prishtinën dhe do të luhet në Prishtinë dhe Yllit që do të njihet si vendas. Si do të jetë skuadra Sigal Prishtinës me 4 fitore 3 humbje, dhe shohim edhe rosterin e skuadrës kryesiteta sa me Abeli, Azemi, Burns, Visarius, Hajosaj, Zeneli, Bishi, Atri, Syla, Kremer, Istrefi dhe Ton Poloshka që sot e ka edhe epitetin e kapitenit të skuadrës në mungesën e Lengdrejaj, ndërsa në anën tjetër të Ylli, Shoshi, Bashic, Gashi, Marina, Shala, Çallaku, Skata, Meti, Hoffman, Riz, Allen dhe Erjan Kastrati. Kujtojmë që te skuadra Golden Eagle Yllit ka emëruar trajnerin e ri. Për fillim e shohim Ganim Shabanin, Arjan Thaqin dhe Almir Kreziu që është edhe trishja e gjyqtarëve që do të mundohet ndaj drejtësinë në mënyrë më të mirë, duke folur për kryetrajnerin e ri të skuadrës së Yllit, që është Jereni Mosharim, që u larguan nga vllaznimi për të bashkuar me skuadrën e Yllit. Ja shohim pesën e Prishtinës, Bejli, Azemi, Burns, Visariu dhe Dion Hajosaj. Kjo është pesja e mysafirëve apo e vendase më mirë quaj, ndërsa te skuadra e Yllit Shoshi, Bashic, Scott, Allen dhe Erjan Kastrati. Bamford që do bashkohet me skuadrën e Yllit në vitin 2026 apo me datën, më saktësisht me datën 2 janar. Te Ylli tham, ardhja e Sharin, është debutimi i tij si trajner i Yllit edhe këtë sezon. Sharin e nisi si trajner i vllaznimit, ky është edhe edicionin e kaluar që erdhi pothuajse në këtë kohë, një sezon, një vit më herët. Shohim në plan të parë edhe Larry Thomas, shtetarin e PES dhe Trepçës. Kujtojmë që Sharin sezonin e kaluar së bashku me Tom Poloshkën te vllaznimi arritën të fitojnë edhe trofeun e parë të pasluftës për klubin e Gjakovës apo të vllaznimit, që ishte edhe triumfi në ligën unike, edhe për të parë tashmë se si do shkojë edhe ecuria e tij si trajner i skuadrës së Yllit. Yllit që më herët shkarkoi, apo ditë më parë ka shkarkuar edhe Takjanas, një trajner i njohur në basketbollin e Kosovës, që më herët ka qenë edhe trajner i skuadrës së Ravecit. Një epokë e errët e Yllit me Takjanas në 7 ndeshje, ka vetëm një fitore dhe 6 humbje, dhe që renditet e 6-ta, por që ka numrin e fitoreve të njëjta me vllaznimin dhe Borën, kurse vllaznimin që ka njëjtë humbje me skuadrën e Yllit, ndërsa Bora që ka një ndeshje më pak të luajtur në detajle ka një fitore dhe 5 humbje, dhe Bora dhe vllaznimi do të jenë me shumë gjas të dy skuadra që do të luftojnë edhe për mbjetesë, të cilat sigurojnë edhe play-outin. Ne kujtojmë që Raveci tashmë ka arritur të bëjë 3 fitore, edhe ka 4 humbje, edhe pse ndoshta skuadra me buxhetin më të vogël së bashku me vllaznimin, po Raveci 0-29 që po tregon edhe suksese mjaft mirë në drejtimin e Bujar Locit. Që s'ka gati për nisë, shohim 2-5 që tashmë në parket, shohim edhe Ariana Azemi që së bashku me Sharin dhe Poloshkën ishin te ai suksesi e vllaznimit. E Prishtina që tashmë ka shumë mungesa, mungon Kakruki i dëmtuar, që u dëmtua në atë përballjen me Irlandën që pati Maqedonia e Veriut, ndërsa Lengdrejaj edhe ai që u dëmtua me kombëtarën e Shqipërisë, edhe që dy
Ta basketbollistë që numërohen si vendor, andaj edhe do të ketë tashmë më shumë mundësi për Dion Agjosaj, por edhe Dom Polloshka që nuk është në 100% e tij. Ai u dëmtua javë më parë edhe ende nuk ka përfunduar më mirë në rikuperimi i Polloshka që sot dhe ka edhe epitetin e kapitenit dhe një ashtu do e mbaj deri në rikthimin e Lengdrejajt nga lëndimi. Gjithçka gati për nisur. Shohim në jump ball do të jetë Shoshi dhe Atri për të parë se kush do të jetë para në akcion. Dhe tjetë skuadra Sigal Prishtinës. Burns. Lerohet Azemi, pasimi është për të Agjosaj. Visario që është ardhja më e re e Sigal Prishtinës, basketbollisti grek që erdhe me kërkesën e kryetrajnerit Kakiuzis. Ja Agjosaj, nga kjo distancë provon treshën, nuk ka pikë. Një kapemi Allen që shpëton topin duke e kthyer Prishtinës dhe duke zhënuar pikë të lehta më pas Dion Agjosaj. Bashic. Por fal shumë një largim i tij nga ylli. Pas ka qenë Skotaj që shkaktoi një gabim të tillë duke i falet pothuajse 2 pikë Prishtinës. Kastroati për Shoshi. Skot. Ne pasim shumë i mirë për Shoshi, në fund nuk arrit ta kontrolloj siç duhet. Nuk e pa edhe plotësisht topin në kontrollin, në fund shkakton një gabim në hapa Les Shoshi dhe një herë që është topi i dytë i humbur i skuadrës së yllit, qysh pa përfunduar minuti i parë çereko të parë. Burns për Azemi. Provon të hapet Atri. Agjosaj dhe Burns. Screen Agjosaj, Burns. Azemi. Shohim në përtimin Azemi, nxjerr topi për Visario, i cili vjen provon treshën, nuk ka pikë edhe pse ishte i pamarkuar. Allen. Apo ka qenë Scott që ka marrë reboundin në mbrojtje. Ja pasimi përpara për Kastroatin që shërben në afërsi për Les Shoshin. Lojën e përnjë me Agjosaj, Shoshi rrotullohet, nuk ka pikë. Visario me reboundin e parë në ndeshje. Burns. Azemi. Vjen ndihmë edhe Atri, Azemi për Agjosaj. Agjosaj për Burns. Çarkullon mirë topi Prishtina, ka një foul në fund në DeAndre Burns. Shohim në plan të parë edhe Mikhail Kakiuzis. Që nisi mirë e Prishtinën me 4 fitore me radhë. Pa probleme me lëndimet. Ulja moralit pas humbjes së parë. Shkaktoi që Prishtina më pas vazhdoi me disfata tjera. Atri shënon pikët e para dhe çon në përsinë 4 për Sigal Prishtinën. Ende për gjetur pikët e para ylli, ku po duhet tashmë minuti 3. Çareko janë pasimi gabuar i Bashic. Nuk kuptohet me Shoshin. Atri është fauluar në tranzicion pikërisht nga Bashic. 3 topa të humbur, shqetësuese ky fakt për yllin në këtë fillim të çarekut të parë. Azemi. Azemi provon shkoj vend, nxjerr topin për Burns. Mundohet sulmoj. Gjen hapësirën Burns për jo edhe për të përfunduar aksionin. Ja pasimi për Agjosaj. Depërton perfekt Dion Agjosaj. Pika 4, 4-0 Prishtina. Fort, por edhe kontaktin nga kundërshtari Shoshi. Prapë se pra në fund ja dole çonoi Agjosaj. Bashic. Scott. Apo është Allen. Bashic një herë. Ja pasimi për Shoshën, është i lirë Kastrati, prerja. Vonë e sheh Shoshi, vendos luaj me Scott, tashmë nxjerr topi për Kastrati në sekondën e fundit, Erion Kastrati. Nuk ka pikë Agjosaj. Me rebound në mbrojtje. Vazhdon të aplikojë në mbrojtje perfekte skuadra Sigal Prishtinës. Duke detyruar lojtarët e yllit që në sekondat e fundit të bëjnë edhe gjuajnë, madje detyruan edhe të humbin 3 herë topin. Azemi dalet nga gjysmë distanca, gjuajtja shkon brenda. Marian Azemi 8-0 Sigal Prishtina. Minuti 4 që bëluhet, në përgjetur pikët ylli. Ja, Bashic në ballore, treshja më në fund. Vim pikët e para për Golden Eagle yllin.
Azemi. Provon të lëviz mirë, Azemi. Pasimi për Agjosaj. A3 shpëton topin. E posedimin dhe tjetë me skuadrën e Sigal Prishtinës dhe 4 sekunda, apo 4.35 sekunda. Vazhduan me aksionin me Safiret, Agjosaj. Ka kjo distancë, provon treshe, ka 4 pikë, nuk ka pikë sa radhe. E ka një faul të Visarius në Allen, ja në plan të pare dhe Jeronimo Sharin. Dhe trajneri Kroat. Bashic. Allen. Hapet Kastrati, Allen, nëse ston shkoj vetë, Allen, një gjuajtje vështirë, nuk ka pika, Agjosaj, me reboundin e dytë në ndeshje. A3. Djertobin për Agjosaj, lëviz mirë Agjosaj, me forsa njerë Agjosaj, provan gjuajtje në gjysë distancë, nuk ka pik, më do të rekuperoj topin, nuk ja del Kastrati. Pasimi për para për Bashic, ja njerë Rion Kastrati, ndaljet, provan për 3, nuk shënon e fort gjuajtja. Ndeshja e dytë e provuan nga Kastrati që nuk shkon brenda. A3. Kërkan lojën me Kastratin, shërbet nga Burns, Agjosaj. Visariu nga anash, provan treshën më në fund. Vim pikët e para për Gregu në fanelin e Sigal Prishtinës. 11-3. Aksion shumë i bukur i mysafirëve, qarkullimi topit ishte mjaft i bukur. Bashic. Avan Sulmaj, nëzirë topi për Kastratin, topi është devijuar, e ka prekur në fund Kastrati. Tjetër topi umbër i Yllit. Time out nga Jeronimo Sharin. Një start jo i mirë i vendaze. Detyrohet mandi time out. Tashmë krye trajneri Sharin, 11-3 edhe 5 minuta 2 sekunda. Lojnë e çerekun e parë. Pas time out i posedimi që do të jetë në skuadrën e Sigal Prishtinës. Parë se çfarë efekti do të ketë ky time-out i skuadrës Golden Eagle Yllit. Sharin që ka më shumë vëmendje, sidomos në mbajtjen e topit, kujtojmë që Ylli ka 4 topa të humbur në 5 minuta lojë në çerekun e parë. Azemi, pasimi për Burns, arrin ta vjedhë topin Bashic, Allen, transicioni është i Yllit, pasimi për Kastratin. Shojmë në parket edhe Huffman. Allen. Ishte edhe Morina, që është inkuadruar. Ja, Huffman, një gjuajtje shumë e vështirë, bja Agjosaj nuk ka pikë, topi me faqë kam për Kastratin. Për qëllëm kapiteni Morina, një pasim shumë i mirë për Huffman. Plus një. Arrin të marrë faulin Agjosajt. Shkelër vjen Huffman. Nuk kuptoj se si nuk e vëren këtë situatë vetë basketbolisti ku ishte ai që pikërisht e plot vëmendje e vuri këmbën mbi vi për cilës tjetër për cilën Burns me forcë lojën e punë me Bashic, Agjosaj. Lëviz mirë, nxjerr topin për Burns, Azemi është i lirë në ballore provon treshën, Arian Azemi nuk ka pikë. Visariu mbajnë për para Prishtinën për një aksion tjetër. Burns. E nuk ngutet.
Burns provon të qaj mbrojtjen e yllit. Burns dalet, krijohet hapësira, provon gjuajtje, nuk ka pika Gjosaj. Para ti Kastrati që është ty tomin sakt për Bashic. Për të marrë reboundin në mbrojtje skuadra e yllit. Janë pasi për Morinën. Asnjëri i vëmendshëm, as Kastrati, as Morina. Tjetër top i humër nga Bashic. Burns. Lisario. Azemi. Janë pasim për Atrin. Lisario, 3 sekonda, pravan një gjuajtje të vështirë, nuk ka pik. Huffman. Rebound në mbrojtje, shojmë edhe kundër zbritjen e yllit me Allen. Allen për pak të vjedh tomin Azemi. Allen, mbrojtje mirë edhe Gjosaj. Fundirohet Allen për të luajtur me Bashic që për qetësuar gjithçka në aksion ylli. Pasimi për Morinën. Huffman në mesën e dy kundërshtarëve. Huffman me të majtë në larg për të shënuar. Reboundin e ka Gjosaj, është i treti në ndeshje. Azemi në kundërzbritje. Azemi provon të shkojë vet në mesën e dy kundërshtarëve. Nxjerr topi për Atrin, jo i vëmendshëm. Ka shkelur vjen Amerikani Atri, topi humbur për Sigal Prishtinën. Qallaku në Scott për të rikthehet në varkete. Qallaku për herë të parë. Largohet Bashic. Kastrati në vend për Qallakun. Scott për Morina. Huffman. Fort Huffman ka foul. Gjuajtje tjera dhe tjenë për Huffman. Ka në gjajtën e parë të lirë. Vetëm në gjartë të bërësia e Prishtinës. Airball e dyta. Burns. Burns, pasimi për Gjosaj. Janë e përne me Huffman, Gjosaj blokohet nga Huffman. Scott. Që merë tobin, ja pasime për para për Morinën. Shojmë se kujtë i takoj posedimi. Duke që do tjetë me Sigal Prishtina, por Jeroni Mosharin që kërkon me një challenge dhe tëftoj gjyqtarët pranë monitorit për parë nga përsëritja se kujt do i takoj apo kush ka luajtur deri fundit përpara se topi dalë jashtë. Do vazhdoj tjetë tobi me skuadrën e Sigal Prishtinës. Në challenge-oj suksesshëm dhe tjetë kjo i kryetrajnerit Sharin.
Gal Prishtina në parket. Otri që ka zënë vendin e Bejlit. Apo jo, ka zënë vendin e Visarius. Rebound i Huffman. Vazhdon edhe Prishtina të vuaj që i pikët. Kanë kaluar më shumë se 3 minuta. Floater nga Scott, më në fund. Gjem pikët aj. Otri. Pasimi për Agjosaj, në balore, pa markuar Agjosaj, shënon të peshën, Tijon Agjosaj. Pika 7, ka 3 rebound e 1 asist. Super paraqitje deri tash nga Agjosaj. Kontribuese më i madh në parket të Prishtina pa dyshim. Scott, janë pasim për Huffman, Azemi arrin ta vjedh topin. Tranzicion është të shpejt i Prishtinës. Otri për Bejlin. Ka faul dhe tjenë dy tira për Bejlin. Huffman Aljan parketën Rhys në vendin e ti. Bailey me 2 pik. Ka banë në gjuajtën e parë të lirë. Sakt në të dytën. 15-7 në 8 vërsia e Prishtinës. Ja pasimi për para për Morinën. Morina heziton në gjuajtje. Ja, në top i vjedhur. Da Otri është i vetëm. Otri pik të leta në 2 shifra. Tash me vërsia si gal Prishtinës. Tjetër top i umbër i yllit është i 7. Pa besueshme. Se sot pa momentum në mbajtjen e topit kanë qenë Tarët nga Suarega, janë një mbrojtje mirë e Bejlit. Apo është Bernstein në Allen që provon një gjuajtje të vështirë. Nuk ka pik. Akuzës kërkon tjenë më të qetë tashmë në akcion. Drejtarit e Prishtinës, Otri me topin. Agjosaj kërkon të ndimoj Otrin. Hapet edhe Azemi. Përcen driblimet e Arjan Azemit, provon shkoj vetë. Merë pra vetës 2 kundërshtar, gjen korridorin. Sa i bukur reakcioni i Arjan Azemit. 19-7 Prishtina. E gjithë koha mbetur duke gjithë tjetë tashmë me yllin. Për parë se me çfarë rezultatit në mbyllet këtë çerek i parë. Janë 3 Scott. Scott brenda. Kjo i duhe yllin në përfundim të çerekut e parë. Agjosaj nga kjo distancë nuk ka pik. 19-10. Epilogu i 10 minutëshit të parë të Prishtina më i dalluar i Agjosaj me 7 pik, 3 rebound e 1 asist. Kontriboi me 3 pik Visariu. E nga 4 pik pati Azemi e 3 Bailey në anën tjetër të ylli. Scott me 5 pik, 3 pati Bashit Qeshën edhe kontribuesit më të mëdhenj të ekipi i Golden Eagle Ylli. Një pauzë shkurtër, mos u largoni, na pret një çerek i dytë interesant në 19-10 çereku i parë. Ajdën qa, kam vendosur me andru tekstin kongës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape logarin t'i këtu, ngam t'i bu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam t'i bu. Banka për kredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life.
Gati për nisur tashme edhe Qeregu i dytë, presim vetëm dalje në parket edhe lojtarët e Sigal Prishtinës në 10 vjetë Qeregu i parë. Për jullin që karakterizuar një lojë me shumë topa të humbur edhe me një efikasitet të dobët, sidomos nga vjetë e lirave në 3 time kanë gabuar qetetria, ka qenë Hafmanaj, por gjithashtu nuk qarkulluan mirë topin, vetëm një asist i yllit në Qeregun e parë, në anën tjetër dhe Prishtina që ka bërë 5 asiste edhe që ka pasur vetëm 2 topa të humbur në Qeregun e parë, një efikasitet më i mirë në gjuajtë, sidomos për 2 pikë nga 9 tentime. Kanë shënuar 6 herë. Paret janë tarët e yllit, kometomin është Scott, shohim depërtimin e Scott, ka një faul nga prapat e Azemit. Kanë me i daluar të yllit në Qeregun e parë me 5 pikë, shohim në parket edhe Tom Poloshkën, edhe pse jo në 100% e ti. Në gjuajtën e parë të lirë Scott. Sakton edhe dytër, 7 pingaj. Shumë se 50% që pikëve të skuadrës së yllit. Antoine Scott e po me Gjosaj në torë më daluar të Prishtinës. Nga një pasë mi gabuar një top i vjedhur. Nga Riz, përplasja topi në gol nga 4-0 shpejt e yllit, kjo i duaja, madje 7-0 seria atyre. Kujtojmë që një treshe shënuan në sekundet e fundit të Qeregut lojtarët e Jerani Moshari. Tom Poloshka, dhe qëtësej gjithë shka me mbajtën e topit. Pasimi për Bejlin. Atri, pa pranë Qalakun. Atri me forës të ricet prapa. Atri lëviz mirë, Atri. Ja, një ekstra hap, shënon me forcë Atri. Pikën e 4, shohim në parket edhe Kramer. Ja, departimi Riz nuk ka pik, apo ka pasur interferim në arkun e koshët nga Kramer. Pikën do pranohen për Riz që janë të 4-tat. Apo pas ka qenë Allenaj që ka shënuar, së do s'tjetë në 5 është krire vërsia Prishtinës. Në 2 është seria yllit. Poloshka për Bejlin. Koman tjerohet Azemi. Bejlin sulman vetë. Ja, në pasim për Kramer. Jo më i mirë. Doni mundu të shpëtoj topi, nuk ja del. Scott, tranzicioni është i yllit. Allen, Dajlet, me njerë provon për 3. Anton Allen. 21-90. Krejnë alo ylli. Qfarë Qeregu i 2, qfarë starti i yllit. 12 është seria. Nga 12 sa është e bërësia Prishtinës, tash me shohem vetëm në 2 që është krirë. Me impaktin e treguar në parket të Scott dhe të Allen. Time out i është i Kaki Uzis dhe Sigal Prishtinës. Poloshka dhe Zari Vanjan. Ja, me Bejli. Poloshka për Atri. Ka pra Qalakun. Atri për avant sëllima i vetë. Ja, prerja Kramer. Pasimi për Poloshkën. Poloshka për Azemin. 5 sekunda. Arjan Azemi për avant shka i vetë. Azemi shte koridorin. Sëllima nuk shënon. Por Kramer është fauluar. Dhe tjenë dy gjuajt e tira për të
Gjuatën e parë të lirë Kremer. Në dhe dytën Kremer, 23-19. Gjosaj që të zë vendin e Belit, është ullër edhe Azemi e në vendin e T. Burns. Scott. Qalako. Burns. Qalako me fort, Qalako në gjuhët e shumë e vështirë, nuk shanon me boundin që shka për Qalakon. Bede për para Ylli, Marina një pasim për para për Rees, ka mbedur i shtrirë Burns, ja Allen, a për Scott që provon treshën, nuk shanon. E në funda Gjose është fauluar, ka marri boundin dhe loja që është ndalur. Markon e ti Burns duke që ka marrë një godithin e Cook në duel me Qalakon. Apo është goditën nga bashkëtari ti. A3 për Burns. Treshe anë nga anë Shedone, nuk ka pik për është Bailey. Apo A3 ajtë që ka marri boundin duke shënuar. Nga vërsia dhe 5-19. Projekte mire Poloshkës. Ndalje të Allen në gjysë distancë nga anë Shedone për mos lënë që Prishtina filloj shkaputje në rezultat. A3. Shtirira Gjosaj, pa markuar, ndalje, provon treshën, Dejan! Gjosaj, qfar loje, pika 10, 4 rebound e 1 asist, treshja 2 të ti. Scott, e një prapa, mbidonin gjuajtja, topi, hyri dhe doli, e më pasu vot brenda. 23. Gjosaj, me tjetë tresh, është në flako me tabel! Diana Gjosaj, i jarë zakonshëm! Qar loje nga Gjosaj, 13 pik! 31-23, ka faul të doni kjo. Në Scott, Allen. Pasimi për Marina, Qalako, qarkullon mirë tobin Ylli, Qalako i pa markuar, nuk ka pik. Rees me rebound, në sëtë shkon vetë për përplasër tobin e kosh. Shani pretendon këtë pasër faul në Rees. Burns, rotullohet, Burns, çfarë e vështirë. DeAndre Burns. Tek për para Prishtina. Allen për Marinën. Lëviz mirë Marina, ka faul pjesë një, Ksep Marina. Kapiteni Yllit bën punën e madhe. Qëndruar pranë Prishtinës në rezultat. Allen. Në të dytën, reboundin e merë Burns, falin nga bënë në gjuatin e lirë, Marina. E more pasi që shënoj duke shënuar, apo u faulua duke shënuar. Janja,
Pasemi i gabuar i Atrit, Kramer nuk e kontrollon topin, Scott, tranzicioni Yllit, Çallaku për plaset, me Burns kok më kok. Shumë gjatë duhet vinë dy stabet mjekësore të dyja ekipeve. Volti që ka në rregull me të dy lojtarët. Shumë trup me trup për plase, se sa kok më kok. Ullet Burns. Sekonda në aksionin e Safereve. Basic për Kastratin. Basic, pasimi për Ruiz. Kastrati pa marguan donash për Trerion. Kastrati 33-30. Pološka. Gjosaj. Si me devjuan nga Kastrati. Gjojt e vështirë. Atrit në gjysë distancë. Basic. Shkoj vetë, Basic që koridorin, nxertomin për Çallaku, Çallaku lëviz mirë, Çallaku, pasimi për Ruiz, tjetër për plasje dobe në gol Gaj. Aksion i bukur i Yllit. Atri. Azemi, dalet për 3, shënon Arjan Azemi. 38-32. Për Basic, Kastrati, provon sulmoj, Basic ndalet për 3, ka shënuar një dhe dyta vjen për Basic. Treshe nga dyja anët, 38-35, çfarë çereku. I dyti luajtur nga Ylli, që ka shënuar 25 pikë deri tash, vetëm në këtë çerek. Do ta vëmë që vetëm 90 Prishtina. Ja, Pološka, 5 sekonda. Shojmë në vizën e Pološkës, pasimi. Nuk ka vlerë për Agjosaj, me topin kishte dalur jashtë. E don Pološka. Edhe zamentsohet duke doni në vendin për Burns. Largohet edhe Kramer për Bejlin. Shohem edhe Huffman që në kuadrot duhet pres fillimisht, nes të gjystare lojën. Çallaku. Çallakut, provon shkoj vetë Çallaku, ka një faul nga Agjosaj në Çallakun, mundësia për ta shkrirë vetëm në një pikë bërsinë e Prishtinën, qoftë se në dyja tani janë Çallaku. Shumë këtë se vëndësaj Çallaku, është larguar Scott. Më që zëvëndësën Scottin. Shojnë e partë të rirë Çallaku. Shojnë dyja. 38-37. Atri. Agjosaj. Për Atri. Atri ndalën në gjysë distancë, Atri nuk ka pik. Huffman. Dhe Basic, mundësia për të marrë edhe për Sin Ylli. Vjen pikët e. Treshja e Huffman. Marrë për Sin e parë në ndeshje Ylli. Apo ka qenë Ruiz.
Ai që ka shënuar, janë e pasjetomisht devijuar. Pasulimi do I takoj Prishtinës. Manë time-out, duket Jeronimo Sharin, loja që do ndalet. 38-40. 2 minuta 29 sekonda në pjesën e parë për të luajtur. Ja, 10 sekonda akcioni I Prishtinës. Kthehemi pas time-outit të thirrur nga Sharin. A3. Ka pran Kastro A3. A3 provon të sulmoj vet. Pas ka Gashin. Ja, një mbrojtje shumë e mirë tjetër e yllit. Jetomi vjedhur nga Reis. Ja transicioni shpejt. Huffman në mes të dy kundërshtarëve. Një touchdown pass për Huffman. 38-42. Çfarë çrreku I dytë I yllit. Ja ndalet. Gjys distancë për marrë foul. DeAndre Burns. Dy tira do t'jenë për Burns. Kujtojmë që ka vetëm 2 pikë për 14 minuta në parket. Qëllon e gjojnë në partë të Reed Burns. Saktën në të dytën. Kastrati. Kastrati në 9 sekonda. Prana Gjosaj, Kastrati përmon shkoj vend, zjerë tomin për Reis. Reis në mesën e dy kundërshtarëve ka faul dy tira. Në sekundën e fundit të aksionit faulon Bailey. E vendim ju edhe më I menqërin nga ai. Se nuk duket këtë posë kontakt. Me dorën. Ka Bailey në Reis. Reis. Nga më meritoret këtë Ecori Kashtamir të yllit në çeregun e dytë, ka bërë në gjuajtën e parë të Lir Reis. Sakt në të dytën, 20-23. 33 pikë shënuara të yllit për më shumë se 8 minuta loj në çeregun e dytë. A3. Faul të Huffman. Kishën faul dhe për dënë për dalim nga Prishtina skuadra e yllit. Dënë se humbi duelin 1-1.
Shtat lartë i yllit, andaj të me një faul, çfarë kanë ngjarë, Kastrati devjon topin me këmbë. Burns. Në pasim për Atrin që broma për 3, nuk ka pika, Gjosaj lufton me Reis, topin e ka Reis, por me topin e kontrol ka dalur jashtë, sepse Brendon këtë pasur një shtyrje në të javën e lufta. Duke që të kemi një time-out tashmë të marrë nga kryetrajneri Kakjuzis. Një minutë e 6 sekunda. Në aksion është Sigat Prishtina pas time-outit. Atri, hapet Burns në gjysmë distancë, Gjuajda nuk ka pik, Bailey me rebound. Në mundësinë e 2 lartë për çanuar Prishtina, por Huffman nuk kontrollon topin si duhet. Bese në aksion, kryes tetasit. Burns. Gjosaj përva një floater, nuk ka pika, Gjosaj bak për para Prishtinën, një pasim perfekt për Bailey, ka një faul. Për që s'ka mirë Diana Gjosaj sonte. Tira për Bailey, ma jeret një ka gabuar. Shajra dhe i sak në të parën. Andrio Bailey, pika e ti e 4. Ka ban Bailey në të dytën. Pashic. Rebound në mbrojtje, ka pranë Azemin. Këtë edhe akcioni fundit i yllit në këtë pjesë të parë. Bashic. Allen ruan topin. Silem Allen, dylitar pranë ti, Bashic. Ja, qarkullimi mirë i topin, Dorshi ka faul. Tira dhe tjenë për Artin Gashin. Largohet Hajosaj, do inkuadrohet Bardhi strefi, 2-3 personale për Hajosaj. Kështë ndështë edhe arsyeja, kështë edhe arsyeja pse e largojnë me njerë Hajosajnë. Kryetrajneri Kakjuzit duhet t'jetë shumë i kujtetshëm në pjesën e dytë sa i përket personaleve. Qëllonet e dytën Gashi pas e gabojnë në të parën, 21-24. 6 sekonda diferenca kohës së çerekut e dytë me atë të aksionit të skuadrës së Prishtinës. Atri për Azemin.
Strefi i bie në ndim, pasimi për Pejlin, nga Maja qecet për ty, nuk ka pik Pejli, Strefi lufton të mbaj Prishtinën për para, nuk ja del. Jarja Kastrati, një edhe ju përis! 21-26. Ja Burns nga kjo pozit, nuk ka pik, çfarë çereku i dytë i Yllit. 36 pik shënuara nga ta për dallim që Prishtina ka shënuar vetëm 22, 21-26, pjesa parë në favor të Golden Eagle Yllit, e cila nisi të mendshëm. Çerekun e parë me 7 topa të humbur e 10 pikë shënuara vetëm, por krejt ndryshe paraqitja Yllit në çerekun e dytë. Te Prishtina më i dalluari Axhosaj me 13 pikë, 5 rebound e 2 asiste, kontriboi me 7 pikë edhe Azemi 8 Atri në anën tjetër te Ylli me 9 pikë Scott, 10 Pati Riz, 7 Allen, që tha që u ndezën në çerekun e dytë. Një pauzë për 15 minuta, mos u largoni, na pret një pjesë e dytë shumë interesante mes Prishtinës dhe Yllit.